Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë AGSH përmes një njoftimi në Facebook ka njoftuar se gjykata kushtetuese ka kaluar çështjen e mbylljes së TikTok për shqyrtim në seancë publike. AGSH thekson se ky është një hap i rëndësishëm në mbrojtje të lirisë së shprehjes dhe të drejtës së informimit. Më tej bëhet me dije se gjykata kushtetuese ka vendosur të mos pranojë kërkesën për pezullim të menjëhershëm të vendimit të qeverisë. Sipas tyre, shqyrtimi në themel i çështjes në seancë publike është tregues i seriozitetit dhe rëndësisë që kjo çështje përfaqëson për rendin kushtetues dhe të drejtat e qytetarëve. Ne jemi të bindur se ndalimi i një platforme të komunikimit publik pa transparencë dhe pa vlerësim proporcional të ndikimit të saj përbën një precedent rrezikshëm për liritë themelore në vend. Megjithatë, gjykata ka vendosur të mos pranojë kërkesën për pezullim të menjëhershëm të vendimit të qeverisë. Shqyrtimi në themel i çështjes në seancë publike është tregues i seriozitetit dhe rëndësisë që kjo çështje përfaqëson për rendin kushtetues dhe të drejtat e qytetarëve, thuhet ndër të tjera në reagimin e AGSH-s.